Nis sot në Korçë edicioni i dytë i festivalit të orkestrave frymore Lulu Fest. Bashkia Korçë, Qendra e Artit dhe Inovacionit, sjellin për të gjithë publikun një festival me pjesëmarrjen e 6 orkestrave dhe 200 instrumentistëve. Parada e sotme ka nisur me orkestrën frymore të qytetit të Korçës dhe atë të Lutrakit në Greqi. Do japin Korçës një energji super të paparë, rreth 200 muzikantë do të jenë këto 2 ditë, kështu që gjithë Korça do të vlojë në tingujt e bandave, të ritmeve nga vende ndryshme. 2 ditë që do bashkojnë kultura të vende ndryshme dhe pse jo do stimulojnë edhe bashkëpunime të tjera në qytetin e Korçës. Moteja i bën me dije se këtë vit ka një risi, siç është zhvillimi i workshopeve nga profesorë të huaj, si dhe numri të rinjve pjesëmarrës në banda. Gjitha janë banda të reja, do jenë workshopet mbajtura nga artistët të huaj dhe marshimet nëpër qytet, dhe 2 koncertet, një në zonën pedonale dhe një në pazarin e Korçës. Për 2 net me radhë, orkestrat frymore do të sjellin një atmosferë festive, duke gjallëruar qytetin në ritmet e muzikës.